Skutari U15 është shpadur kampion i kupës Esad Bushati. Skuadra shkodrane siguroi këtë trofe në ndeshjen e zhvilluar në kompleksin sportiv Zmijani ndaj Veliçikut, teksa triumfoi në këtë përballje me rezultatin 3-1, duke arritur në fund të fitojë kupën Esad Bushati. Në përfundim të takimit, u zhvillua edhe ceremonia e dorëzimit të trofeut për futbollistët e Skutarit, teksa kryetari i shoqatës rajonale të futbollit në Shkodër, Lazar Matia, dorëzoi trofeun për skuadrën kampione. Vetë ish futbollisti veterani i Vllaznisë dhe i Partizanit, Esad Bushati, tha se ndihet shumë i lumtur që sheh shumë lojtarë që stërviten çdo ditë. Jam shumë i lumtur që shoh gjithë këtë rinj futbollistike. Uroj si qyteti i Shkodrës, Vllaznia, si që shka kanë gjithmonë. Këta kanë kushte shumë të mira, kanë mundësina shumë e për para, po edhe këtonë ka pas bukurinë e vetë. Ndërkohë, kryetari i shoqatës rajonale të futbollit Shkodër, Lazar Matia, u shpreh se ndjen kënaqësi kur nderohen figura të tilla siç është Esad Bushati. Shoqata rajonale prej vitesh tashmë, përveç kampionatit moshave nga U9 deri në U17, zhvillon çdo fund sezoni edhe kupa në ndërim të figura të ndritën të futbollit shkodran. Në këtë sezon ne përzgjollëm një ndër figurat më të njoftëna edhe një figurë mjaft e spikatën e futbollit shqiptar, jo vetëm shkodran, Esad Bushati, por mosha e tij ishte e veçantë sepse është moshë 96 vjeçare. Janë të rralla ato që jetojnë këtë moshë dhe jo një ish sportist e ish futbollist. Prandaj ishte kënaqësi për ne që përzgjallit në një shtet të mirë organizuam këtë kupë për këtë figurë të ndritur të futbollit shkodran dhe shqiptar. Shoqata rajonale në vazhdimsi prapë përveç aktivitetit të kampionateve që organizon, kanë fokusin e vetë ndërimin e figurave, ashtu siç ka bërë vitet tjerë, siç bëmë edhe këtë vit edhe në vitet e ardhshme të njëjtën strategji, sepse kjo është edhe detyra jonë, por është edhe strategjia e Federatës Shqiptare të Futbollit, që të ndërrojmë këto figura dhe në vazhdin e këtyre figurave të vazhdojnë edhe brezat e ardhshëm që futbolli në rajonin tonë në Shkodër të jetë në ato nivele që e ka historinë dhe vendin e vet. Nga ana tjetër, dy trajnerët e ekipeve finaliste, Erion Hasa i Skutarit dhe Admir Hysa i Veliçikut, folën për mbylljen e këtij sezoni futbollistik, ku thanë se synimi i tyre është rritja dhe zhvillimi i elementit cilësor për të ardhmen. Kjo është mundi dhe djersa e gjithë fëmijëve gjithë vitit. Normalisht jam i kënaqur edhe për atë që kanë bërë gjithë vitin, por edhe që tregunin sot në fushë. Tregunin se dim me luajt top, kryesorja është me luajt futboll. Masanej kur luhet futboll, vjen edhe rezultati domosdoshmërisht. Ne mundojmë të shërbejmë mirës, të marrim fije larg ambienteve ku ka duhan, baste, alkool. Të mundojmë të marrim larg telefonave, kompjuterave, gjanave që me realisht është problemi kryesor. Po objektivat janë të nxjerrim lojtarë sa më shumë. Kupa me tamam është objektivi i gjithë, po objektivi jonë është të nxjerrim lojtarë, aq më tepër të nxjerrim të afirmojmë, të kulturojmë. Në fakt, pavarësisht trofeve të fituar, prioritet tek këto grup mosha mbetet zhvillimi dhe rritja e elementit cilësor.